rikthyer në Breaking, do të diskutojmë në këto momente rreth situatës në Ukrainë, por edhe në lindjen e mesme. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte në këto momente ekspertin e njohur të sigurisë, zotin Xhavit Shala. Përshëndetje zoti Shala, kënaqësi t'ju kem në Breaking. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Po jetojmë kohë vërtet të vështira, trazira pafund, si në lindjen e mesme, ashtu edhe në Ukrainë. Atë që Trump premtoi përgjatë fushatës që do të shuante menjëherë luftra, duket se nuk ja ka dalë dot, të paktën në fillimet e tij në shtëpinë e bardhë. Çfarë pritet të ndodhë? Janë bërë takime, por deri tani të paktën në Ukrainë paqe nuk ka. Trumpi edhe po thishte magjistar nuk do arrinte dot ta bënte për sa premtori. Kështu që ngjarjet do ndjekin dinamikën e tyre. Rëndësishme në këndvështrimin tim është iniciativa e Trumpit që filloi bisedimin. Pra, mund të themi që bisedimit janë çelur për konfliktin Rusi-Ukrainë. Bile dje ka kaluar një fazë të dytë, në një fazë të rëndësishme, ku delegacioni i Ukrainës dhe delegacioni rus gjenden në Riyadh të Arabisë Saudite. Dje delegacioni i Ukrainës ka patur takim veçmas me delegacionin amerikan, kuptohet, takimi paktën deri sot si pas formatit që është nuk do ketë takim trepalesh, po do jetë takimi i Shtetit Bashkuara me vete me Ukrainën dhe Shtetit Bashkuara me vete me Rusinë. Nëse do të shohim formatin e takimit, shohim që Ukrainasit e kanë vlerësuar maksimalisht dhe delegacionin e Ukrainës e kryeson ministri i mbrojtjes me 40 ministra dhe disa zyrtarë tjerë teknicien. Ndërsa niveli i delegacionit rus është më i ulët se niveli i delegacionit Ukrainës. Me sa duket ky është edhe një mesazh që ruset e kanë marrë me durim këtë punë, e kanë marrë me durim, pra duan që të zvarrisin bisedimet. Të shpomim, ukrainasit dhe amerikanët janë besoj se do arrin disa rezultate në këto bisedime. Është e rëndësishme në këtë fazë mendohet të bie dakord për një armëpushim në detin e Zi, pra që të kenë mundësi të punojnë linjat kryesore të qarkullimit të trafikut ujor e tjerë, të punohet kështu do të jetë edhe një rast që të shqyrtohet ajo marrëveshje e grurit që ndërmjetësoi presidenti Erdogan. Pra, kjo besohet që do trajtohet aty dhe besohet që do arrit në një farë marrëveshje. Unë jam pak skeptik në fakt me marrëveshjet me edhe me kërkesat e Putin, po. Po, me marrëveshjen e Putin, sepse ai thotë që unë jam dakord, por me një por mbrapa ai rrezon gjithçka që tha përpara. Domethënë, jam dakord për marrëveshje, por janë edhe këto duhet saksohen edhe gjëra tjera. Ndërkohë që Ukraina ka interes për një armëpushim të menjëhershëm. Fakti është që edhe presidenti nuk ka arritur dot. Po të filloj një minimalisht një armëpushim me afat saktuar, pastaj ajo do t'i krijojë mundësinë për një afat tjetër. Ajo që premtoi presidenti Trump në fakt fillon bisedimin, por nuk arrit një armëpushim 30 ditor, sepse 6 orë pasi përfundoi telefonata e presidentit Trump me presidentin Putin, aviacioni apo forcat ruse goditën 2 spitale në Ukrainë. Pra kjo edhe 2 ditët e fundit të dyja palët kanë avancuar, kanë sulmuar. Pra, në të vërtet, kjo ka qenë një bisedë telefonike që i parapriu këtij takimit që ka filluar dje dhe sot mund priten rezultatin në Riyadh, po do të shohim. Pra, puna është nëse Rusia nuk detyrohet të ulet në tavolinë e bisedimit, do jetë problem vështirë puna e paqes. Po, tashmë Trumpi nuk ka më karta në dorë, siç ka qenë sot ai karta, nuk ka karta në dorë tashmë për ta detyruar Putinin, përveç se lëshimeve që i ka bërë. Bile ai ka bërë përveç ato premtimeve që u dhan pa ulur në tavolinë e bisedimeve në javën e fundit, domethënë amerikanët dhanë sinjalin që do të rriqen nga komanda e forcave të NATO-s në Europë. Kjo është një zhvillim shumë interesant, që në kohën e Eisenhowerit, pra 75 vite më përpara, këtë komandë e ka drejtuar një gjeneral amerikan me 5 hyje, me 4 hyje. Pra, dhe ka qenë ekskluziviteti amerikanëve. Tashmë amerikanët po tërhiqen nga kjo komandë duke dhënë edhe një mesazh edhe për të krijuar një lloj komoditeti Putin në këtë rast. Po,
Dhe nga ana tjetër, Përçëria amerikane u tërhoqën nga një komision në Bruksel i ngritur për dokumentimin e krimeve të luftës, të ngritur në ishte dyshin për dokumentimin e krimeve të luftës të Rusisë në Ukrainë. Pra u tërhoqën bile këtu është bërë fakti kryer, janë tërhequr amerikanët. Pra i dha dy mesazhe Putin, po Putini mesazhet e Trumpit i merr si dobësi dhe i merr si të mirëqenia. Pra duhen mekanizma, Amerika ndihet superior le të themi. Pra duhen mekanizma për ta detyruar atë që të ulen tavolinë, por edhe të besojë tek marrëveshja. Dhe Trump Putini e shef që është në avantazh në fakt në front, sepse ka një tërheqje nga Kursku, u bë një tërheqje organizuar lërë siç thonë rusët që e qiruan, po ata krijuan supremaci, por në fakt edhe u tërhoqën forcat ruse, si duket kjo u bën koordinim edhe me amerikanët. Pra tashmë është forcuar shumë fronti i Ukrainës, kështu që nuk besoj se ata mund të avancojnë më rusët në këtë aspekt. Të shkojmë zhvillimet që do ketë, shkojmë se çfarë arritësh do ketë sot në tavolinën e bisedimeve, sepse është njëra, është kjo, tjetra janë ka bisedime, bilen Riadi ka bisedime në dy nivele, ka bisedime ekskluzivisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për probleme të Ukrainës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që lidhen sidomos me problemin e centraleve bërthamore etj. Pra duhet bëjnë dakord një herë këta, pastaj këto probleme mund të diskutohen me Rusinë. Dhe diskutimi si ndërmjetës, pra në një farë mënyre delegacioni amerikan është edhe partner në bisedime me Ukrainën dhe është ndërmjetës në raporte midis Ukrainës dhe Rusisë. Do ta shohim se si do të shkojnë. Por ne kemi edhe Europën, që duket se është në një situatë, le të themi, të paqartë. Madje Moska zyrtare akuzon direkt Europën, duke thënë se po bëhet palë në luftë dhe është ajo që po e nxit Ukrainën të mos shkojë drejt një armë pushimi. Nga ana tjetër duket sikur edhe Amerika nuk është se e ka përfillur shumë, duke qenë se ka zgjedhur që t'i bëjë bisedime drejt për drejt me Rusinë, pa përfshirë, le të themi, liderët e Europës, dhe këtë e tregoi më së miri edhe samiti i Londrës, vetëm pak javë më parë. Keni drejt, po Europa e kuptoi se ç'po luhet në kurrizë të Europës, në fakt e kuptoi dhe tashmë ka një angazhim të menjëhershëm që Europa do të jetë në një fazë tjetër mundet. Europa do të jetë palë në bisedime, sepse do kërkoj për të qenë palë në bisedime. Ka interes ta kërkoj vetë Rusia e Europën, jo Ukraina që nuk diskutohet, po ka interes ta kërkoj vetë Rusia. Pse do ta kërkoj Rusia? Do ta kërkoj sepse sanksionet kryesore Rusisë vinë nga Europa, kështu që Europa duhet të jetë të bën palë në bisedime në fazë të dytë, në mënyrë që të ketë mundësi që të plotësohet kërkesa ruse sipas avancimit të bisedimeve për të hequr sanksionet. Nga ana tjetër Europa përfundimisht po punon që të kthehet me strategjinë e saj të mbrojtjes, sepse po shef se gjithçka do lidhet edhe me përfundimin e konfliktit, por do lidhet edhe me humbjen e garancive amerikane për mbrojtjen e Europës. Në farë mënyrë edhe Trump, edhe zëvendës presidenti dhe sekretari i shtetit ja kanë deklaruar europianët. Kështu që ata po përgatiten intensivisht në fazën e parë, ata po përgatiten për t'u gjendur pranë Ukrainës, pra nëpërmjet ndihmave dhe duke bërë gati një forcë ushtarake paqëruese, po. Vullnetet e mirë, po e themi, po do përfshirë jo në nivelin e strukturave të Bashkimit Evropian apo të NATO-s, por të shtetet të cilat kanë interes dhe mund të ndihmojnë në krijimin e një force paqëruese apo force sigurie, sepse janë dy koncepte të ndryshme në fakt. Një forcë paqëruese do të ruajë vetëm kufirin midis dy palëve dhe të regjistrodhin incidente të tjera, por nuk do ketë mundësi reagimi nëse forcat ruse do të sulmojnë. Kurse ajo e sigurisë duhet të jetë në front? Në këtë vështrim tim këtu diskutohet edhe për një forcë sigurie e cila nuk do të jetë ballë për ballë në front. Ballë për ballë në front mund të jenë vetë Ukraina, kurse këta mund të jenë në një distancë 50-100 kilometra për të garantuar nëse rusët do marrin inkursione tjera të armatosura ndaj Ukrainës. Nga ana tjetër, këto sepse java që sapo mbyllëm ka pak një dinamikë të jashtëzakonshme në fakt edhe në këto raporte. Bashkimi Evropian miratoi dhe proklamoi për një dokument shumë të rëndësishëm, ai që quhet Libri i Bardhë, që është strategjia e mbrojtjes së Europës. Pra, këtu gjërat po shkojnë, Europa po përfiton ose po përpiqet që të fitojë kohën e humbur. Pra, kohën kur ai besoi masivisht
Washingtonit në drejtim të mbrojtjes dhe i la sepse kishte interesin e saj. Tani po forcon mbrojtjen e saj. Tashmë po kërkon, po duhen edhe shpenzime, duhen gjithçka, pra. Bëhet fjalë për rreth 800-850 miliardë euro që janë planifikuar për një periudhë 5 vjeçare. Pra dhe edhe shtetet do të fillojnë. Ka një diçka që Europa nuk do të arrijë dot menjëherë, kështu që ka gjasa që edhe ky konflikt të ketë një armpushim të ngrirë apo një konflikt të ngrirë dhe Europa do të kërkojë kohë që të përgatitet e para do të punojë me jo vetëm me armatimin të cilën ata kanë bërë, por do të punojë me zbulimin strategjik të saj, sepse Europa diçka i ka pësuar Shtetet Bashkuara të Amerikës në zbulimin e saj strategjik.